Në Kosovë ka nisur procesi i votimit, ndërsa 1.9 milion zgjedhës kanë të drejtën të zgjedhin legjislaturën e 11 të kuvendit dhe qeverinë e re të vendit në një proces që zhvillohet në një atmosferë të ngarkuar politike, institucionale dhe sigurie. Këto zgjedhje të jashtëzakonshme shënojnë procesin e 5 zgjedhor brenda më pak se një vite e gjysmë, duke reflektuar një periudhë të gjatë dinamike politike dhe përballjesh institucionale në vend. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, të drejtën e votës e kanë 1.959.962 qytetar. Për procesin zgjedhor janë organizuar 949 qendra votimi me gjithsej 2550 vendvotime në të gjithë territorin e Kosovës. Në 911 qendra votimi me 2498 vendvotime do të zhvillohet votimi i rregullt, ndërsa në 38 qendra të tjera, nga një për secilën komunë, do të mundsohet votimi me kusht në 52 vendvotime. Ndërkohë në listën e votuesve nuk përfshihen 132.212 shtetas të Kosovës të regjistruar për të votuar nga jashtë vendit përmes postës ose në përfaqësitë diplomatike. Garë me 21 subjekte politike dhe 902 kandidat. Në zgjedhjet e 7 qershorit garojnë 21 subjekte politike me gjithsej 902 kandidat për deputet. Nga këto 6 janë subjekte shqiptare me 465 kandidat që synojnë të fitojnë 100 ulse parlamentare që ndahen përmes garës së përgjithshme elektorale. Pjesa tjetër e subjekteve politike përfaqësojnë komunitetet jo shumicë dhe konkurrojnë për 20 ulset e garantuara me Kushtetutën e Kosovës. Sipas të dhënave zyrtare, nga numri i përgjithshëm i kandidatëve, 593 janë burra dhe 309 janë gra. Për mbarvajtjen e procesit zgjedhor, KQZ ka paralajmëruar funksionalizimin e një dhome operative që do të monitorojë zhvillimet gjatë ditës së votimit. Sipas dhënësit të KQZ-s Valmir Elezi, në këtë mekanizëm do të marrin pjesë përfaqësues të KQZ-s, Prokurorisë së Shtetit dhe Policisë së Kosovës me qëllim garantimin e integritetit dhe sigurisë së procesit. Dyshime për ndërhyrje të jashtme. Përveç garës politike, zgjedhjet e këtij viti po zhvillohen edhe nën hijen e pretendimeve për ndërhyrje të mundshme të jashtme në procesin zgjedhor. Autoritetet e Kosovës kanë bërë me dije se javët e fundit kanë shqyrtuar raportime të shumta për aktivitete të dyshimta që mund të kenë pasur për qëllim ndikimin në vullnetin e lirë të votuesve. Sipas një deklarate të përbashkët të Policisë së Kosovës dhe Prokurorisë së Shtetit, ndërhyrjet e jashtme konsiderohen kërcënim serioz për integritetin e procesit demokratik. Hetimet kanë çuar deri tani në arrestimin e 8 personave të dyshuar për blerje votash, friksim të votuesve dhe pengim të procesit zgjedhor. 7 arrestime janë realizuar më 19 maj, ndërsa arrestimi i 8 është kryer më 4 qershor. Të gjitha rastet lidhen me komunën e Graçanicës. Megjithatë, institucionet nuk kanë publikuar ende prova konkrete që do të mundsonin përcaktimin e shkallës së ndërhyrjes, origjinës së saj apo aktorëve të përfshirë. Për këtë arsye, rezultatet e hetimeve pritet të jenë vendimtare për të sqaruar natyrën e pretendimeve dhe ndikimin e mundshëm në procesin zgjedhor. Graçanica në qendër të vëmendjes. Fakti që arrestimet janë kryer në Graçanicë ka tërhequr vëmendje të veçantë për shkak të rëndësisë politike dhe simbolike të kësaj komune. E vendosur vetëm pak kilometra larg Prishtinës, Graçanica konsiderohet një nga qendrat më të rëndësishme të komunitetit serb në Kosovë. Komuna është shtëpia e manastirit të Graçanicës, një prej monumenteve më të rëndësishme fetare dhe kulturore për serbët e Kosovës dhe për Kishën Ortodokse serbe. Zona njihet gjithashtu si një nga bastionet tradicionale të listës serbe, subjektit më të madh politik që përfaqëson komunitetin serb në Kosovë. Për vite me radhë, Graçanica ka qenë një nga pikat ku janë reflektuar më qartë tensionet dhe mosmarrëveshjet mes Prishtinës dhe Beogradit, lidhur me statusin e komunitetit serb dhe funksionimin e institucioneve në Kosovë. Përplasja e vazhdueshme mes Prishtinës dhe Beogradit. Pretendimet për ndërhyrje të jashtme rikthejnë në vëmendje konfliktin e pasgjedhur politik mes Kosovës dhe Serbisë, i cili vazhdon të ndikojë në zhvillimet e brendshme politike të Kosovës pothuajse 2 dekada pas shpalljes së pavarësisë. Për qeverinë në Prishtinë, forcimi i pranisë të institucioneve shtetërore në zonat me shumicë serbe konsiderohet pjesë e konsolidimit të sovranitetit dhe sundimit të ligjit në të gjithë territorin e vendit. Vitet e fundit, qeveria e kryeministrit Albin Kurti ka ndërmarrë një sër veprimesh që synojnë shtrirjen e autoritetit institucional në këto zona. Këto masa kanë përfshirë çështjen e targave serbe, mbylljen e strukturave që funksionojnë me mbështetje nga Serbia dhe përpjekje për integrimin më të plotë të institucioneve lokale në sistemin shtetëror të Kosovës. Nga ana tjetër, Beogradi dhe përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës argumentojnë se këto veprime po kufizojnë autonominë politike dhe institucionale të komunitetit serb dhe nuk janë në përputhje me marrëveshjet e arritura në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Një nga çështjet më të debatueshme mbetet asociacioni i komunave me shumicë serbe, i parashikuar në marrëveshjet e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, por që ende nuk është themeluar. Akuzat për ndërhyrje zgjedhore vinë në një moment kur marrëdhëniet ndërmjet qeverisë së Albin Kurtit dhe listës serbe janë ndër më të tensionuara të viteve të fundit. Proceset e certifikimit dhe pjesëmarrjes së listës serbe në zgjedhje kanë shkaktuar reagime politike si në Kosovë, ashtu edhe në arenën ndërkombëtare. Në disa raste, shubat kanë shprehur shqetësime lidhur me veprime që sipas tyre mund të ndikojnë në përfaqësimin politik të komunitetit serb. Partnerët ndërkombëtar kanë theksuar vazhdimisht se pjesëmarrja e të gjitha komuniteteve në procese demokratike mbetet një element kyç për stabilitetin dhe funksionimin institucional të Kosovës. Këto zhvillime kanë nxjerrë në pa edhe dallimet që kanë ekzistuar vitet e fundit mes Prishtinës dhe disa aleatëve perëndimor lidhur me mënyrën e menaxhimit të tensioneve në veri dhe zbatimin e marrëveshjeve të dialogut me Serbinë. Ekspertët vlerësojnë
besojnë se debati mbi ndërhyrjet e mundshme të jashtme nuk mund të shkëputet nga konteksti më i gjerë politik dhe historik i rajonit. Në Kosovë, çështjet e sigurisë, identiteti kombëtar dhe marrëdhënieve ndëretnike vazhdojnë të ndikojnë drejt për drejt në jetën politike. Për këtë arsye, çdo pretendim për ndërhyrje zgjedhore fiton menjëherë dimensione më të gjera se sa vetë procesi elektoral. Disa qarqe politike në Prishtinë argumentojnë se rrjetet të lidhura me Serbinë përpiqen të ruajnë ndikimin e tyre politik në komunitetet serbe të Kosovës. Kritikët e qeverisë ndërkohë vlerësojnë se temat e sigurisë dhe tensionet me Beogradin përdoren shpesh edhe në debatin e brendshëm politik. Megjithatë, pa përfundimin e hetimeve dhe publikimin e provave konkrete, pretendimet mbeten pa konfirmuara dhe nuk mund të trajtohen si fakte të provuara. Një çështje që te i kalon kufit e Kosovës. Rëndësia e zhvillimeve të fundit nuk kufizohet vetëm brenda Kosovës. Çështje të ngjashme që lidhen me identitetin etnik, ndikimi politik ndërkufitar dhe marrëdhëniet mes shumicës dhe pakicave vazhdojnë të jenë pranishme në të gjithë Ballkanin perëndimor. Nga Bosnia-Hercegovina te Malizi dhe Maqedonia e Veriut, sfidat që lidhen me komunitetet etnike dhe narrativat konkurruese politike mbeten faktor të rëndësishëm për stabilitetin rajonal. Në këtë kuadër, zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit në Kosovë shihen jo vetëm si një test për demokracinë dhe institucionet e vendit, por edhe si një tregues i aftësisë së rajonit për të menaxhuar tensionet politike dhe etnike në një periudhë të ndjeshme gjeopolitike. Ndërsa qytetarët votojnë për përbërjen e re të kuvendit dhe qeverinë e ardhshme, vëmendja e institucioneve vendore dhe e partnerëve ndërkombëtar mbetet e përqendruar te garantimi i një procesi të lirë, të rregullt dhe të besueshëm në një moment kur sfidat politike dhe të sigurisë vazhdojnë të jenë pranishme në Kosovë dhe në mbar rajone.